Po kalojnë gati 2 vite nga zhvillimi i censit 2023 dhe vendi ende nuk ka popullsinë zyrtare vjetore, por të dhënat të tërthorta si lindjet dhe emigracioni tregojnë se profili demografik i vendit po përkeqësohet me shpejtësi. Në tremujorin e parë të këtij viti në të gjithë vendin lindën 4662 foshnja, me rënje 14% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ndërsa nga tremujori i vitit 2021 në 2025, lindjet në të gjithë vendin kanë shënuar rënje me 26%. Ritmet e rënjes së lindjeve në shkallë vendi janë përshpejtuar pas pandemisë, duke marrë në krahasim vetëm të dhënat për tremujorin e parë. Vrehet numri i foshnjeve në tremujorin e parë 2019 ishte 15% më i ulët se në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Të dhënat tregojnë se pas pandemisë, sidomos në vitin 2025, lindjet kanë pësuar rënje të fortë në të gjitha qarqet. Qarku i Vlorës shënoi një ulje një shifrore, pasi kishte përjetuar rënje të forta vitet e mëparshme dhe prej vitesh ka edhe një popullsi të plakur. Qytetarët e Vlorës e shikojnë me shumë shqetësim këtë fenomen, ndërsa theksojnë se shteti duhet të ndërhyjë. Lindëshmërinë, shqetësuese është, patjetër, ndjesuese. Të rinjt kanë pretendime, pretendojnë. Si mendoni, cilët janë faktorët? Ka shumë probleme kjo çështje. Është më tepër sociale. Pa punë janë, pretendojnë për tasmen e tyre, për jetën. Janë probleme që kanë mangësi në drejtim, domethënë nuk janë të prirur për që drejtoni juve. Dhe çfarë duhet të bëjë? Çfarë duhet bëjë? Duhet këtë vend sa më shumë vende pune, asgjë tjetër, vetëm puna e mirëqenies, puna e vende punës, asgjë tjetër. Po si do lindit kur s'kan të hanë? E kuptonti që nuk është më kohë e parë që roli me 5 lek. Tani është rritur mirëqenia. Mirëqenia u rrit, paraja u ul, kuptonti? Dhe tani mendojnë atë ne smartohemi dot, jo të pjellim. Nëna ime era me pas polli 7, 3 vdiqën 10. Ko ka mos ja të pjellim. Çfarë duhet bërë? Po çfarë duhet bërë? Dëgjoj çfarë duhet bërë tani, me që kemi dalë edhe kemi parë edhe jashtë për shembull. Edhe bota kështu ka vajtur, por ka një mirëqenie tjetër nga mirëqenia jonë këtu. Do një mirëqenie, do të flasësh, të dish që çfarë janë këta, janë 4 në familje. Sa hanë, sa pinë, sa prishin dhe çfarë do të marrin. Është puna e para. Është paraja kryesorja. Është ullur. është ullur dhe do ullet ma, ne presim këta. E presim këta. Pse jemi akoma në gjendje të vështirë, nuk ja dalim dot. Kështu që duhet të lindin sa më shumë njerëz, apo si? Duhet të shtohet popullsia, sidomos raca shqiptare. Raca e bukur që s'ka më ku të vej. Rritja ekonomike dhe rënja lindjeve po shkojnë në përpjestim të shdrejtë, e vetmja politik pro lindje, që njihet si bonus i bebeve 40.000 lek për fëmijën e parë, 80 për të dytin, 120.000 lek për të tretin, duket se është një vlerë simbolike, krahasuar me kostot reale të rritjes së një fëmije. Në shumicën e rasteve, kostot e banesave, të arsimit privat dhe pasiguria e tregut të punës pengojnë çiftet e reja të sjellin në jetë fëmijë.